Mirëmbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Sonte në Konak jemi me avokatin Cristiano Koçebelli dhe në pjesën e dytë të emisionit Konak do të jemi me Vangelis Guron, me kapitenin e ekipit të Pogradecit. Më vjen mirë që kemi një futbollist, kapiten të kësaj skuadre, sepse në emisionet Konak her pas here ne kemi pasur probleme sportive, por për hir të vërtetës duhet pranojmë, na kanë munguar ato që do të flasin për ekipin liçenor, qoftë stafi i kësaj skuadre, pra trajnerët, por pse jo, edhe futbollistët. Sot do kemi Vangelis Guron, kapitenin e kësaj skuadre, por ne kthehemi në pjesën e parë me avokatin Cristiano Koçebelli dhe do flasim për zbardhjen e draftit ligjor për amnistinë fiskale. Koçebelli, faleminderit që jemi së bashku në Konak. Është një kënaqësi e madhe që të jem në këtë emision dhe të jem nga një gazetar që së fundmi është vlerësuar në mënyrë të jashtëzakonshme edhe nga një çmim nga kryetari i qarkut të Korçës, zoti Tollkuçi, dhe me të drejtë ai ka vlerësuar kontributin e jashtëzakonshëm që gazetari i mirënjohur Tonin Froku ka pasur në fushën e gazetarisë dhe mbi të gjitha në dashurinë dhe pasionin e tij që ai ka pasur në sportin përgjithësi dhe në ekipin e Skënderbeut dhe të gjithë ekipet e tjera të qarkut të Korçës. Kristi, edhe unë të falenderoj shumë. Ti flisni edhe unë më duhet t'ju them teleshikuesve se në këtë televizion ku kam më shumë se 28 vite që punoj, në këtë televizion kemi filluar gjithçka me një studio sport, dhe ne edhe në Konak her pas here jemi në emisione sportive enkas për t'i dhënë zë, për t'i dhënë jetë, për t'i dhënë gjithçka, edhe për tifozërinë, por edhe për ekipet e qarkut të Korçës, ndaj dhe për këtë edhe sot në pjesën e dytë do të jemi bashkë me Vangelis Guron. Edhe një herë të falenderoj. Pra zbardhet drafti ligjor për amnistinë penale, një nismë që shënon të zbuzë dënimet për një pjesë të dënuarve dhe të lehtësoj pra integrimin e tyre në shoqëri. Kush përfshihet, avokat, në këtë amnisti? Okej, po e filloj atëherë më gjerë diskutimin dhe pastaj shkojmë direkt në pyetje. Së pari njëherë amnistia bëhet për disa arsye. Arsyeja e parë është për shkak të një studimi që bëjnë në prokuroritë, gjykatat dhe institucionet ekzekutive të vendimeve penale, në cilën burgjet janë të mbipopulluara. Dhe është e nevojshme dhe e domosdoshme që një herë në disa vite të aplikohet një projekt ligji i tillë që të amnistohet një sër të burgosurish, një sër njerëzish që janë në ndjekje penale dhe një sër njerëzish të cilët janë duke u gjykuar. Amnistia ka filluar si një nismë ligjore nga Ministria e Drejtësisë, nga antarit të Këshillit të Ministrave që është pikërisht ministri aktual i Drejtësisë, dhe me draftin që ne jemi njohur me atë që kam parë dhe kam kuptuar, ky është një nga draftet më human që ka pasur në një Republika e Shqipërisë. Dhe jo rastësisht e them këtë. E them këtë për shkak se në të gjithë amnistitë që ne kemi pasur më parë, asnjëherë nuk ka pasur një marsh kaq të madh amnistie ndaj njerëzve të dënuar dhe nga njerëzit që përfitojnë nga ky projekt ligj. Por të kthyer më konkretisht kush pra përfiton? Së pari përfitojnë të gjithë ata meshkuj të cilët ju kanë ngelur dhe 3 vite burg për të bërë, pra për të zauruar, për gjitha vendimet penale të cilat kanë marrë formë të prerë deri në 31 dhjetor të vitit 2025. Përfitojnë nga amnistia të gjithë gratë dhe të miturit, të cilët ju kanë ngelur edhe 4 vite burg për të zauruar, dhe përfitojnë me një medalje në mënyrë të menjëhershme për gjithë ata të cilët kanë një vendim të formës prerë deri në 31 dhjetor të vitit 2025. Gjithashtu përfitojnë një vit ulje dënimi të gjithë burrat, të cilët kanë një dënim për të ezauruar për më shumë se 3 vite, dhe gjithë gratë e fëmijët përfitojnë nga 1.5 vite burg që kanë për të ezauruar dënim më të madh se 4 vite burgim. Gjithashtu amnistohen ose shuhen nga ana e prokurorive të përgjithshme dhe nga ana e prokurorive të gjithë jurisdiksioneve të Republikës së Shqipërisë, të gjitha ato vepra penale të cilat janë kryer deri në 31 dhjetor të vitit 2025, por veprat që kanë një marsh dënimi deri në 3 vite burgim në maksimumin e tyre. Pra, edhe këto që janë që nuk kanë marrë akoma vendimin e formës prerë? Po, sepse çfarë ndodh? Amnistia ju drejtohet 3 institucioneve.
i drejtohet fillimisht JVP-s, pra institucionet e ekzekutive të vendimeve penale, të cilat janë burgjeve, të cilët bëjnë një rezume të tyre për të parë se cili me këtë draftë që ne kemi, sa është numri i përfituesve nga amnistia. Së dyti ju drejtohet gjithë prokurorive në Shqipëri, të cilët secili prokuror më vetë dhe secila prokurori bën llogaritjen e saj se cilët janë persona të cilët ju shuhet ndjekja penale. Dhe së fundmi i drejtohet gjykatave për gjithë ato rastet që janë duke u gjykuar për veprat penale të kryera para datës 31 dhjetor të vitit 2025 dhe nuk ju është dhënë akoma një vendim nga ana e gjykatës për vepra penale që në maksimumin e tyre dënohen deri në 3 vjet burg. Pra, amnistia në tërësinë e saj ju drejtohet dhe ka një zbatueshmëri nga prokuroria, nga gjykata dhe nga burgjet në gjithë Republikën e Shqipërisë. Jo, se nëse ne ndalemi tek, qoftë edhe në burgun e Drënovës, numri më i madh i personave që janë të izoluar brenda këtij burgut janë ata që ende nuk kanë marrë dënimin në formë sprayer, pra janë në paraburgim. Pra ky popullim më shumë është me të paraburgosur se sa me ato që kanë marrë formën e prerë të dënimit tyre. Andaj pyeta edhe këto. Po ne kemi një numër të përgjithshëm dhe të saktë se sa njerëz përfitojnë në gjithë burgjet e Republikës së Shqipërisë. Përfitojnë 380 persona, të cilët e lënë në mënyrë të menjëhershme burgun e Shqipërisë dhe 980 të tjerë, pra 1000 persona të tjerë, të cilët përfitojnë në ulje dënimi nga 1 vit dhe 1 vit e gjysmë. Dhe mira të tjere, të cilët përfitojnë në shuarin e ekzekutimit vendimit nga ana e prokurorisë dhe pushimin e çështjes nga ana e gjykatës. Pra shtrihet në një numër të jashtëzakonshëm njerëzit ligji ose drafti i amnistisë, sepse aktualisht janë në burgjet e Shqipërisë më shumë se 6.000 persona. 6.000 persona. Dhe sa janë, ose keni informacion, sa janë të paraburgosur? Të paraburgosur janë 60 deri në 70% të numrit. Pra 70%. Shqipëria është një nga vendet e ralla në Europë, po për të mos thënë edhe më gjerë, që numri të paraburgosëve është më i madh se numri i të burgosëve. Dhe kjo për shkak se jo vetëm për shkak të kodit penal dhe kodit procedurës penale, por për shkak të praktikës dhe qasjes që ka pasur sistemi gjyqësor, kuptohet në bashkëpunim me prokurorinë, për këto 3 dekadat e fundit. Shiko, avokat, sepse ndalemi këtu, pra kjo vjen sepse prokurorët nga një anë, gjykatësit nga ana tjetër, e kanë të vështirë të japin masa alternativ, masa sigurie alternativ, dhe shkojnë direkt arrest në burg, për çdo lloj vepre penale? Po, për fat të mirë, kodi penal ka parashikuar dënime alternative. Disa dënime alternative, po për fat keq, pothuajse në praktikën tonë ne nuk i aplikojmë fare. Ato është një qasje jashtëzakonisht. Tek masa e sigurisë po themi për çfarë? Edhe tek masa e sigurisë, po edhe në themel në gjykimin përfundimtar. Pra, shembulli konkret, marrëveshja që prokurori duhet të bëjë me të pandeurit, pra që ti e dënon tjetrin me gjobë ose e dënon me kusht dhe kryen marrëveshja me prokurorinë dhe shkon kjo marrëveshje në gjykatë vetëm për miratim. Ne pothuajse ma interpretosh fije më mirë këtë se unë për herë të parë po e dëgjoj e kisha hasur në për filma me tema shoqërore, pra filma amerikan, por filmat huaj, kjo marrëveshje, çfarë është kjo marrëveshje? Pra, ne kemi një dispozit në kodin penal, në cilën prokurorit i linte drejta për vepra penale me marrë dënimi deri në 3 vjet në maksimum burgim, të bëjë një marrëveshje me këtë person, pra me këtë të pandehur dhe ta dënoje prokuroria. Dhe kjo akt marrëveshje shkon në përmiratim në gjykatë. Pra në avokatin krahas personit që ka kryer veprën penale, të tregta bëjnë një marrëveshje. Bëjnë një marrëveshje. E si mund të jetë kjo? E dënoj me kusht ose me punë të detyruar në komunitet ose me gjobë në rast se dispozita parashikohen. Dhe këtë marrë dënimi ti e shpjen në gjykatë dhe e miraton dhe ti e lehtëson punën si në pjesa e sistemit gjyqësor, pra atë që ne e quajmë ekonomi gjyqësore, pra që ti nuk krijon seanca të gjata, gjykata e bën pa praninë e palëve, pra nuk detyron palët që të shkojnë në gjykatë dhe ti e lehtëson sistemin, ndërkohë që në praktikë kjo nuk ndodh. Po pse? Po kjo është një problematikë të cilën faktikisht grupet e interesit, në rastin konkret, prokurorit, avokatë dhe gjykatat, duhet të ridiskutojnë dhe duhet të ketë takime organizime. A është e parashikuar në kodin penal? Është e parashikuar, nuk zbatojnë praktikë. Po atëherë pse nuk e zbatojmë? Kjo është pyetja ime. Mendoj se qasja që është krijuar në këto vite, është krijuar një qasje që ne tjetrit
o i japin arrest në shtëpi, o i japin arrest në burg, që kur të jep dënimin përfunditar gjykata, ta kemi më të lehtë se për të justifikuar. Për çfarë? Për të justifikuar për çfarë? Faktikisht në gjykimin tim, parimi diskrecioni që ne i themi, pra të drejtën e prokurorit që me tagra që ka të jetë më i lirshëm në atë çka duhet të bëjë, nga ana e prokurorive në momentin e parë që ata ulen në tavullën e tyre punës, ulen me një frikë të jashtëzakonshme, me një frikë para gjykimit dhe një frikë kush? Frikë nga puna, frikë nga para gjykimit, frikë edhe tek pjesa që nuk kam pasur një të shkuar në pjesën e gjyqësorit, sepse 90% e prokurorëve gjyqtarë janë njerëz që kanë qenë juristën në për tavolinat e institucioneve dhe në administrat. Pra nuk vin nga fusha avokatisë që ta njohin në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe duke qenë kjo mungesë eksperience, frika është shumë e madhe sepse frika nga opinioni, nga media, nga çfarë? Nga gjitha. Nga opinioni, nga media, frika nga paragjykimi, frika duke mos dhënë një dënim më të ulët se sa duhet të japë. Dhe kjo është një çështje që në gjykimin tim duhet të rregullohet nga takimet, nga komunikimet që ne duhet të kemi si subjekte të procedimit gjyqësor, pra prokuroria, gjykata, avokatia, duhet të kenë diskutime dhe tavolina të përbashkëta. Ju po thoni se edhe ne, gazetarët, edhe ne, pjesa e masës ushtrojmë presion në mënyrë absolute. Edhe ne duam më shumë burg se sa këto për cilin ju po flisni? Jo, nuk do më shumë burg, por çdo lajm që krijohet. Unë i ndjek mediat online gjithkohës dhe shoh që mënyra se si interpretohet është e gabuar nga pjesa më e madhe e gazetarëve për shkak se nuk dua, po nuk kanë njohurit konkrete të një ligjvendësi ose të një juristi. Dhe duhet të jemi shumë i sinqertë për këtë. Atëherë prokurori në këtë rast apo gjykata në këtë rast më shumë se sa të mendojnë për masa sigurie se këtu jemi. Alternative shkon arrest në burg. Për të qenë me qetë, me veten e tij në raport me të tjerët. Këtë po thua? Po, ndikojnë shumë nga frika e opinionit publik. Dhe duhet praktikohen në mënyrë kategorike të gjitha dispozitet që i ka dhënë mundësi ligji. Pra, marrëveshja, urdhri penal duhet të jenë më të shpeshta, sepse lehtësojnë cilët të pandehurin që mos shkojnë në gjykat, sepse njerëzit cilët nuk janë ndeshur me sistemin gjyqësor kanë një frikë të jashtëzakonshme tek ato dyert, për të qenë sinqert. Dhe jo çdo vepër bëhet me dashje. Ne kemi aksidentet që në fundit nuk kanë si qëllim që të prodhojnë një dëmtim të shëndetit. Është qartë. Dhe ti nuk ke pse ja vështirëson gjithë. Edhe në rastet kur kemi një aksident me pasojë vdekje? Tek pasoja e vdekjes marzhi i dënimit është mirë rend, sepse shkon në maksimum deri në 10 vjet burgim. Ndaj që për këto lloj vepra penale. Jo, në varësi të rrethanave apo jo, apo kështu është taksative. Meqense po shkojmë tek aksidentet, ne kemi shtete të zhvilluara me demokraci, si është Amerika, që në rast se ndodh një aksident me pasojë vdekje, bëhet kçyrja e menjëhershme vendingjarje dhe nuk arrestohet në moment drejtuesi i mjetit, por pritet të dalë akti i ekspertimit dhe në rast është fajtor, ai shkon babaekura. Praktik ndryshe e jashtëzakonshme nga kjo jona. Nga Shqipëria. Ne sa ndodh një aksident pasojë vdekje, ne direkt i vëmë pranë nga tjetri. Ne e paragjykojmë çështjen. Dhe unë di me dhjetra raste që nuk kanë qenë fajtor drejtuesit e mjeteve, po ka qenë fajtor një drejtues me atë një mjeti motorik tjetër apo një makinë tjetër. Apo një këmbësor që kërkon kalorinë në një ekran tjetër. Ne e paragjykojmë çështjen, ne shkojmë ja vëmë pranë nga zotërisë. Ka pasur raste qarku i Koshës pafundësisht ku dhe unë kam qenë pjesë e mbrojtjes së tyre. Atëherë, në momentin kur ne fillojmë për të qenë pak më gjakftoft, prokuror, oficer të policisë gjyqësore, të drejtorisë së policisë apo të prokurorisë, dhe dalim në përfundimin se ky nuk është, pra, ka rrethana lehtësuese dhe e kalojmë nga arrest në burg, nga arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje pavarësisht pasojave që ka sjellë ky aksident. Atëherë, ne nuk e njohim mirë kodin? Jo vetëm që nuk e njohim mirë kodin, po e zbatojmë gabim kodin. Se çfarë ndodh? E them se meqense e përmendet aksidentin, është eksperti autoteknik i cili bën kçyrjen e ngjarjes, merr dosjen penale nga prokurori dhe duhet të nxjerrë një akt ekspertimi. Ne nuk mund të presim me muaj të tërë për të dalë një akt ekspertimi dhe të lëmë në burg një njeri i cili me shumë mundësi mund të jetë edhe i pafajshëm. Çfarë praktike kanë vendet e tjera të zhvilluara? Menjëherë shkon eksperti tek vendi i ngjarjes, bën një akt paraprak
që ja depoziton prokurorit, pra qasjen e tij që unë mendoj se këto janë shkeljet e drejtuesit të mjetit, këto janë shkelje tjera dhe në gjykimin tim nuk është fajtor ose është fajtor. Dhe prokuroria shkon me një mas tjetër sigurimi personale për të. Pra, unë mendoj që duhet të përmirësohemi në mënyrën dhe në qasjen se si ne duhet të zbatojmë ligjin. Ky është gjykimi. Unë, si gazetar, si shumë kolegë të mi, jemi të pranishëm në vend ngjarje, sigurisht për sjell lajmin për teleshikuesit e televizioneve ku ne punojmë. Nga këto ekspertët për cilën po flisni ju, kam përshtypjen që nuk shikoj. Më tepër shikoj oficerë të policisë gjyqësore, shikoj sigurisht të cilët janë oficer të sektorit të qarkullimit, se sa shikoj pikërisht nga këto për cilën flisni ju. Po, është e vërtetë, së fundmi nuk ka, sepse ka dalë një ligj i cili ka ndaluar që të bëjnë në mënyrë të menjeshme një ekspertimi. Pra të gjithë dinamikën e aksidentit e bëjnë pikërisht këto oficerë të policisë gjyqësore që janë specialistë të qarkullimit rrugor, nuk janë këto ekspertë? Po, nuk janë ekspertë. Ekspertëve ju shkon dosja. Pra marrin dosjen, cilët e kanë përgatitur prokuroria dhe oficerët të policisë gjyqësore dhe vlerësojnë dosjen e tyre. Pra nuk janë ata të cilët konstatojnë në ngjarjes. Po pra, atë doja të thoja që mënyrën se si ne e zbatojmë një praktikë e kemi të gabuar. Pra duhet të ndryshojmë mënyrën se si ne duhet të vlerësojmë veprat ose ato që ne i gjykojmë se mund të jenë vepra penale. Avokat, për masa dënimi që shkojnë deri në 3 vjet për cilën po flisni ju, edhe për veprat e tjera penale, mendoni se masat e sigurisë do të jenë më të buta se sa arresti në burg? Në mënyrë absolute, sepse arresti në burg, pavarësisht se vendoset në bazë të disa kushteve dhe kritereve ekstreme, në të njëjtën kohë ne paragjykojmë çështja dhe të pandehurit. Ne nuk duhet të vendosim më shumë masa arresti në burg se sa masa e tjera. Dhe kemi edhe një vendim gjykate kushtetuese që thotë që dhe arrestin në shtëpi do konsiderohet si paraburgim. Po se tillë është, mas sigurisht është. Po deri dje ne nuk e kishim këtë vendim gjykate kushtetuese dhe nuk e konsiderojmë. Pra, në qoftë se nesër mbasmarrjes së dënimit kjo do të llogaritet si? Do llogaritet si paraburgim, por nuk do llogaritet një ditë e gjysmë dënimi, por do llogaritet me një ditë dënim. E qartë. Pra, janë gjitha këto masa sigurie, arrest në burg, arrest shtëpie, detyrim paraqitje, garanci pasurore, ndalimi jashtë shtetit, mbikëqyrje elektronike, rrallë, edhe ne me anë i hasim shumë rrallë. E gjitha kjo vjen për atë që diskutuam kryet herës për shkak të presionit në rritje të opinionit. Për disa gjëra, për shkak të mos eksperiencës që kanë sot gjyqtarët e prokurorët, sepse janë të gjithë të rinj, në përrethje shkojnë ata që kanë dalë nga bankat e shkollës. Nuk shkojnë ata të cilët për shkak të vettingut që bëri gjithë atë. Absolutisht që po. Të pakën prokurorinë e Koshës në 10 prokurorë, 8 të rinj që kanë më pak se 2 vjet punë. Pra janë njerëz që nuk e dorojnë fort presionin e opinionit kur japin masat e sigurisë. Absolutisht. Dhe për të qenë, ai është korrekt me ligjin në këtë rast ndoshta, apo jo? Apo ka të cënuar edhe këtë? Shiko, ligji të jep mundësinë ne e themi përmend edhe pak më përpara parimin e diskrecionit. Pa diskrecioni do të thotë që ti ke hapësirën e mjaftueshme për të lëvizur brenda kësaj hapësire. Dhe ti si prokuror apo si gjyqtar brenda hapësirës ligjore, ti ke të drejtën tënde për të gjykuar. Pra, është në gjykimin personal të një magjistrati. Dhe brenda kësaj hapësire ti gjykon me atë që ka vendosur ligji. Pra, dënimi i aksidentit me pasojë vdekje është 2 deri në 10 vjet burg. Pra është një marsh i jashtëzakonshëm, pra ti mund të kërkosh 2, mund të kërkosh 5, mund të kërkosh edhe në rrethana saktuar edhe 10. Pra diferenca është e jashtëzakonshme dhe këtu hyn parimi i diskrecionit, pra gjykimi që ka vetë magjistrati. Që do të thotë se? Do të thotë që në rast se ti ke një eksperiencë të mjaftueshme, di mënyrën e mbledhjes së provave dhe të vlerësimit, sepse vlerësimi i provave është shumë më i nevojshëm dhe i domosdoshëm se sa mbledhja e provave. Shikoj, ju flisni kështu, por unë edhe kur kam patur juristë të tjerë në studio, kënaqësia një pyetje time është e madhe për vendin e ngjarjes. Në fakt, ne jemi korrekt në këqyrjen e vendit të ngjarjes për gjitha veprat penale? Këqyrja e vendit të ngjarjes bëhet nga oficeri i policisë që i delegohet këqyrja. Jo, unë kam parasysh rrethanat, kushtet kur bëhet këqyrja. Ndoll vetëm para pak ditësh në Korçë kishte një plagosje në Thik. Në ilazhe periferike të Korçës, këqyrja e vendit të ngjarjes po bëhej natën.
Ishte rrethuar vendi i ngjarjes për hir të së vërtetës, por unë kam një pyetje për ju. Qoftë edhe ju si avokat i personit të akuzuar, së bashku me këto oficerë të policisë gjyqësore dhe prokurorin, a jeni rikthyer edhe një herë qoftë me kërkesën tuaj ditën e nesme për të bërë ditën për diell kthyrjen në vendin të ngjarjes? Absolutisht që në shumë raste, unë kam shkuar personalisht, pasi jam takuar nga familjarët e të arrestuarit, ose nga vetë ai cili dyshohet se ka kryer veprim penale, dhe kam shkuar në vendin e ngjarjes, kam bërë një kthyrje nga ana ime individuale dhe më pas kam bërë ballafaqimin me kthyrjen që ka bërë. Ka rezultuar se në shumë raste na ka ndodhur që kthyrjet nuk kanë qenë të sakta. Për shkak të kushteve kur është bërë kjo kthyrje vendit të ngjarjes? Për shkak të kushteve një dhe për shkak se shumë raste pasi kryhet aksidenti lëvizin mjetet motorike. Nuk qëndrojnë në vendin që është kryer aksidenti. Për shkak të lirimit të trafikut të rrugës, për shkak të emocioneve që i kapin njerëzit në ato momente, për gjitha gjërat, pra ne nuk kemi një vendngjarje ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë dhe mundohemi që atë që ne e quajmë eksperimentin, pra e ribëjmë vendin e ngjarjes edhe një herë. Jo, ajo që pyet avokat ka të bëjë me atë. Natën mund bësh një kthyrje paraprake të vendit të ngjarjes, po a do të rikthehesh edhe të nesërmen me atë dritën e diellit për ta bërë këtë kthyrje të vendit të kësaj ngjarje? Ti mund ta ruash vendin e ngjarjes pa prekur, por s'ka mjaftueshëm për ta ruajtur këtë vend ngjarje për t'u rikthyer edhe një herë tjetër ditën e nesme. Pra, a ndodh kjo? Në praktik nuk ndodh. Nuk ndodh sepse mjaftohen me këtë? Mjaftohen me kthyrjen që bëhen që në momentin e parë të vendit të ngjarjes dhe me ato elemente, sepse çfarë ndodh? Edhe ditën e nesërme nuk janë më i njëjti personel gjatë orarit punës, pra ndryshojnë oficerët, vinë oficerë tjerë dhe nuk është se i njëjti oficer shkon dhe të nesërme në vendin e ngjarjes, por ka raste të cilët ka një veti të cilët duan hetime të vazhdueshme dhe vazhdojnë për disa ditë hetimet. Pra, një ditë pyetjen dëshmitarët, ditën tjetër pyetjen njerëzit që kanë njohuri për veprën penale për ngjarje, ditën tjetër mblidhen prova si pamje filmike apo prova të tjera në asaj është person juridik. Pra kryen një serë hetimesh, kjo edhe për shkak të urdhrave që jep prokurori që ka çështjen. Pra që jep udhëzime për ta ndjekur çështjen. Prokurori jep urdhra dhe oficerët e policisë gjyqësore kanë detyrimin për të zbatuar ato sipas udhëzimeve të prokurorit, por dhe vetë në rast se oficeri i policisë gjyqësore konstaton se ka një provë e cila do t'i shërbejë hetimit, bën menjëherë sekuestron e provës në rast se është provë që sekuestrohet dhe e bën pjesë të dosjes dhe më pas ja delegon dosjen prokurorit dhe prokurori gjykon veprimet e oficerit policisë. Të gjitha këto vinë edhe pas kërkesave që bëjnë avokatët? Absolutisht që ne kemi një marrëdhënie korekte dhe të vazhdueshme si me organet e prokurisë ashtu edhe me oficerët e policisë gjyqësore, në të cilët ne kemi dhe kërkesat tona për shkak kur nuk kryhen ashtu siç ne mendojmë se kryhen mirë nga ana e tyre. Për të kthyer edhe një herë tek drafti ligjor për amnistinë penale, tha që është një draft shumë human. Po. Dhe qëllimi i vetë amnistisë, kur është krijuar kjo lloj metodologjie, ka qenë humanizmi, dhe po ta shohim Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, amnistia jepet vetëm për evente jubilare. Pra, që do të thotë që ne kur kemi një event të jashtëzakonshëm, siç mund të jetë Dita e Pavarësisë së Shqipërisë, ne krijojmë një akt të tillë. Vitet e fundit nuk është se është krijuar për evente jubilare, por është krijuar në disa hapësira, për shembull një në 3 vjet ose një në 4 vjet. Pra, sistemi drejtësisë ose Ministria e Drejtësisë amnistinë e ka risjellë disa herë me distanca kohore 3-4 vite. Avokat, në qoftë se ne jemi më korrekt edhe me zbatimin e kodit penal, pra atë çfarë ka parashikuar, pra jemi më korrekt tek dhënien e masave të sigurisë, ju mendoni se nuk do të kishim këtë mbi popullim të burgjeve me të paraburgosur? Po, absolutisht që po, unë mendoj që qasja duhet të ndryshojë. Pra, ne nuk duhet gjithmonë të paragjykojmë me një të arrestuar, jo të pandehur, të arrestuar, duke e shpën direkt në paraburgim. Ne duhet të ekzekutojmë masa tjera cilat mund të japin mundësi për të vazhduar jetesën normale.
Nuk është burgu i vetmi institucion që kryen rehabilitimin e dur. Po pas edhe ky qëllimi thot për integrimin e tyre në shoqëri. Po një njeri, unë mendoj që dhe kodin e ri penal, i cili është një draft që është për konsultim, ka një qasje të ndryshme ndaj kodit aktual penal dhe për atë mund të flasim, ndoshta edhe një emision tjetër sepse dhe ajo kërkon kohë. Paka shumë në pari. Paka shumë në pari është një kod që ka një qasje shumë të ndryshme nga kodi aktual penal, duke menduar që çdo njeriu duhet të jepet një mundësi e dytë. Pra, nuk duhet të ekzekutohet me burgimin përjetësor. Për personat që kanë kryer vepra penale, sigurisht që marrin një marrësh dënimit që shkon deri në 3 vjet apo edhe më poshtë. Edhe më poshtë. Ne kemi vepra penale deri në 2 vjet, deri në 3 vjet, vepra penale që parashikohet edhe gjoba, pra është është një kod i larmishëm. Në këtë draftin e ri të kodit penal, kjo pjesa për gazetarët si të është parë? Është një kod i cili kërkon diskutime kudo në terren dhe mendoj se do ketë edhe ndryshime. Do ketë ndryshime sepse janë zhvilluar disa takime, madje kemi organizuar edhe ne një takim këtu në Korçë nga dhoma e avokatisë të Korçës, gjyqtarët e prokurorët që shtrin jurisdiksionin e tyre në qarkun e Korçës me ata të cilët e kanë hartuar këtë draft dhe kemi pasur dhe ne reagimet tona dhe qasjen tonë cilët disa dispozita nuk duhet jenë ashtu siç janë, siç është dhe një prej të drejtarëve kryesore siç është ajo e gazetarisë apo e fyerjes dhe e shpifjes që faktikisht ka ndryshuar para një jave në kodin aktual penal. Por që kërkon diskutime dhe kërkon rivlerësim të vazhdueshëm. Është një draft i cili kërkon edhe disa kohë besoj se sa të... Avokat, për ta mbyllur me ju, në policia për një vepër penale të rëndë, del në përfundimin në komunikatën e policisë thot, vrasje me dashje të një vepër penale, X. Prokuria në dhënien e masës së sigurisë del në përfundimin se është vrasje nga pakujdesia. Ky lloj ndryshimit, kaq i thellë, nga policia, vrasje me dashje, te prokuria, vrasje nga pakujdesia, vjen sepse çfarë ndodh? Në momentin e parë që konstatohet një vepër penale, prokurori i gatshëm e vlerëson. E vlerëson situatën dhe vlerëson edhe veprën të cilën duhet ta regjistrojë në regjistrin e prokurorisë. Pra, e them se avokati Cristiano Koçibelli ka bërë një aksident dhe fillimisht është me plagosje. E regjistron aksident plagosje. Ndodh që pas 2 ditësh i aksidentuari ndron jetë. Atëherë do ndrojë dhe vepra penale. Do shkojë nga vrasja e plagosje në... Jo, unë them në momentin kur policia e sjell në njoftimin për gazetarët vrasje me dashje. Pas 3 ditësh ndryshon. Ka ndryshuar vepra penale, nga vrasje me dashje, nga pakujdesia. Sepse bën vlerësimin e situatës. Janë nxituar oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë së policisë apo të komisariateve që kanë shkuar në këtë përfundim dhe më pas ka qenë me gjak ftoft prokuroria apo prokuroria e cila ka pas dosje në dorë që ka dalë në përfundimin se nuk kemi të bëjmë me veprën penale të vrasjes, por vrasje nga pakujdesia apo çfarë? Pse? Është shumë e saktë kjo që the ti, sepse fillimisht sepse duhet dalë tek ajo pjesa tjetër, kçhyrja e vëllnit të ngjarjes apo sigurimi i provave. E the edhe vetë në fakt e nise si pyetje, por e vërtetë ai ishte brenda pyetjes që të kisha. Janë oficerët e policisë të cilët e fillojnë çështjen dhe thonë që kjo është një vrasje me dashje. Dhe këtë përkufizim të dispozitës ja dërgojnë në dosje edhe prokurorit. Pastaj është prokurori i cili brenda 72 orësh ka kohën e mjaftueshme për ta vlerësuar dosjen. Në rast se bëhet arrest në flagrancë, prokurori ka më pak kohë, sepse brenda 48 orësh duhet të shpirë kërkesën për vlerësimin e masës sigurimit në gjykat. Ndaj që është prokurori ai i cili e vlerëson dhe është prokurori ai i cili shënon veprën penale në regjistrin penal ndaj këtij personi që është ndaluar. Pra është në vlerësim komplet të... Jo, se ky ndryshim na detyron edhe ne që merremi me këtë punë të gazetarisë ta kemi sulmin ndaj prokurorisë dhe gjykatës, ndërkohë që se kemi ndaj prokurorisë që ndoshta nuk ka qenë shumë korrekt në sigurimin e provave të mjaftueshme për të siguruar ato prova që mund të akuzohet për të vepër penale apo hyrjen korrekte të vendit të ngjarjes. Kjo ishte edhe ajo çfarë unë shumë e kuptueshme ishte pyetja jote, por që ndryshon, është gjithmonë në vlerësim të organit të prokurorisë. Kristian, të falenderoj që ishim së bashku në emisionin Konak në këtë një pjesë. Herë tjera
do flasim edhe për kodin e ri penal së bashku në emisionin Konak. Të falenderoj shumë. Faleminderit pafund. Pra kjo ishte pjesa e parë e emisionit Konak. Ishim në Konak me avokatin e njohur Korçar, Cristiano Koçebelli, folëm në këtë pjesë të parë për zbardhjen e draft ligjor për amnistin penale, ndërkohë që në pjesën e dytë të emisionit do të jemi së bashku me kapitenin e ekipit të Pogradecit, futbollistin e njohur Vangelis Guro. Qëndroni me ne në emisionin Konak. Jemi rikthyer në studio, jemi në pjesën e dytë të emisionit Konak së bashku me kapitenin e ekipit të Pogradecit Vangelis Guro. Zguro, faleminderit që jemi në Konak. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kampionati po shkon drejt fundit të tij të kategorisë së parë. Duket se është më rivalizues ai kategorisë superiore, e nëse po, çfarë bën kaq shumë rivalizues te kategori? Po tani dhe kategoria superiore është rivalizuese goxha, pasi ekipet e Kreut janë të gjitha aty, po dhe kategoria e parë është shumë me rivalitet, pasi 3 ekipet e para luftojnë për 2 vende. Kështu që besoj do jetë një garë fort deri në fund të sezonit. Jo, kur ju thash kështu, Zgura kam parasysh këtu Pogradecin, kam parasysh Apollonin, kam parasysh Lushin, kam parasysh Skënderbeun, pra kam parasysh ekipet që dikur kanë qenë ekipe rivalizuese me histori të madhe në futbollin e kategorisë superiore, pra të futbollit shqiptar. Dhe i shikojmë sot te kategoria e parë. Faktikisht ke shumë drejt, kategoria e parë ka shumë emra, ekipe që kanë qenë kategorinë superiore, por siç e thash, momentalisht jemi 3 ekipet, Skënderbeu, Laçi, Pogradeci, që janë shkëputur nga pjesa tjetër, dhe këto 3 ekipe luftojnë për 2 vende. Besoj që do jetë një garë shumë e ashpër, janë dhe 13 javë për të luajtur dhe shpresojmë ta kapim ne dyshën e parë, dhe pse do jetë shumë e vështirë, por ne jemi aty hap pas hapi duke i ndjekur. Kur thoni ne jemi aty, ke parasysh Skënderbeu me 47 pikë në krye të renditjes, Laçi me 42 dhe Pogradeci me 39, pra e thënë ndryshe diferenca e Laçit me Skënderbeun është 5 pikë dhe diçka më shumë ajo mes Skënderbeut dhe Pogradecit. Pra, jeni ju skuadra që ndiqni 2 skuadrat e para? Tani duke parë që ngjitet dhe vendi i dytë si objektiv. M'fal, këto hyn direkt, vendi i parë dhe i dytë. Vendi i parë dhe i dytë hyn direkt. Duke parë parasysh që jemi vetëm 3 pikë nga Laçi, shohim mirë Laçin, por nuk do të thotë që se kemi syrin dhe tek Skënderbeu. Mirë, po si fillim, qofse kapim Laçin jemi shumë mirë. Por siç e thash, do jetë një garë ashpër, duke parë edhe ndeshjet që kemi ne, që kanë dhe rivalet, kush gabon më pak, ai do ja dali. Kjo javë është një javë shumë e fortë, pasi të 3 ekipet luajmë në transfert, ne luajmë në Fier me Apollonin, Laçi luan në Lushje me Lushin dhe Skënderbeu luan në Peshkopi me Korabin. Kështu që kjo javë besoj që ka për të vendosur shumë. Ka për të vendosur shumë për sa i përket renditjes, sepse kush gabon këtë javë në veçanti thua? Këtë javë në veçanti sidomos, ne nuk na fal etapi fals, sepse do riste shkëputjen e 2 ekipeve të para dhe do ishte hap fatal për ne. Do ishte më e vështirë për të shkuar të paktën të vendit dytë? Shumë e vështirë do ishte. Kështu që këtë ndeshje besoj që kemi me patjetër, flasim pak halla shqiptar, që jeta vdekje. Pra, Skënderbeu i vendit të parë luan këtë javë me ekipin e Korabit të Peshkopis. Korabi është në kuotën e 23 pikëve, nëse flasim të skuadrat që binë, pra ka luftëtari është në vendin e parafundit me 15. Futet dhe te kaqe play-offit, sepse 2 të tjerat bëjnë play-off, 4 të fundit, domethënë 2 bin direkt, 2 bëjnë play-off, kështu që Korabi play-out, më saktë, kështu që Korabi është aty. Dhe besoj dhe ajo do jetë një ndeshje shumë e fortë. Edhe Apollonia është për play-out për të dalë. Edhe ajo 23 pikë po kaq sa Korabi, ndërkohë që Lushnja kërkon të shpëtojë me 23 pikë. Lushnja kërkon gjithashtu pikë, kështu që them se për të 3 ekipet kryesuese ky është një test jashtëmase i vështirë, por unë shikoj veten tonë, shpresoj që t'ja dalim ne dhe të ndalen 2 ekipet e tjera. Shpresoj shumë. Pra, ju mendoni se nisur nga këto 2 transferta, Skënderbeu mund të gabojë në gjykimin tuaj në transfert me ekipin e Korabit, po ashtu do të gabojë dhe Laçi në transfertin e Lushnjës? Shpresojmë mos gabojmë ne. Edhe ato shpresojnë që të gabojmë ne, po në këtë rast unë shpresoj të gabojnë ata. E qartë. Kështu që shpresoj të ndodhi kështu. Për të shkuar tek këto ndeshje, kanë mbetur edhe sa javë? Me gjithë këtë ndeshje janë 13, po ta heqim këtë ka dhe 12 të tjera. Në total? Në total është 13 ndeshje me gjithë këtë ndeshje që është për të luajtur. Pra, mbyllen ndeshjet pa shkuar tek pjesa e play-offit. Janë edhe 3 ndeshje për të luajtur
ndeshje kampionatit, po themi pa shkuar tek pjesa tjetër. Po, janë edhe 13 ndeshje në total, pa vajtur në total. Në total. Janë se mendojmë play-offin sepse duam me kap dyshën. Janë afro 40 pikë në lojë, janë 40 pikë në fushën e lojës. Diçka e tillë 10 me 39 pikë. Janë në lojë momentalisht. Në situatë si kjo, Zguro, më tepër se çfarë tjetër kërkon sezoni, kampionati. Jemi në një fazë ka shumë delikate. Flasim qartë, Tonin, dhe ti ke vite që merresh me sport, sidomos me futboll, dhe njeh mjaft mirë, ti di mirë sa ka investuar presidenti jonë në këtë ligë. Absolutisht po. Kështu që duke parë investimet që presidenti ka bërë, duhet me patjetër që ekipin ta ngjisim Super League. Duke parë dhe tifozët e shumë që na vinë stadium, e vetmja gjë për t'ia shpërblyer tifozëve dhe presidentit duhet se s'bën të kemi 2 vendet e para. Nga unë i pari që jam kapiteni i ekipit dhe me gjithë grupin nga mbrapa, shpresoj shumë që ta arrijm. Por siç e thash, është e vështirë sepse 2 ekipet e tjera janë ekipe cilësore. Por duke parë investimet që ka bërë ekipi jon, ne duhet s'bën ta realizojmë dyshën e parë për t'i kënaqur gjithë sportdashit tanë që kanë qenë 2011 që e presin Superligën dhe gjithashtu për të kënaqur presidentin i cili ka investuar pa mas në këtë kategori. Jo, ajo pjesa, a jemi në momentin që duhet ta administrojmë më mirë këtë fazë ku është kampionati? Siç e thash, kush gabon në këtë fazë është fatale. Domethënë nuk falen më gabimet. Fakti që Skënderbeu, por edhe Laçi në përqindje të madhe kanë ruajtur grupin e lojtarëve që kanë luajtur në kategori superiore e tashmë janë një kategori më poshtë. A ka qenë një avantazh më shumë për këto 2 skuadra? Normal. Në raport me Pogadecin klasë normal, këto 2 ekipe kanë rënë sezonin e kaluar nga Superliga dhe shumicën e lojtarëve këto 2 ekipe i kanë pas në kontratë dhe i kanë ruajtur grupin. Dhe mund ta kenë mbush ekipin me 1, 2, 3, 4 element çfarë ju është nevojit. Kurse tek ekipi jon pati shumë ikje lojtarësh, shumë ardhje lojtarësh, derisa u konsolidu me njëri tjetrin, por prapë jemi aty, domethënë vetëm 3 pikë larg Laçit, duke parë se sa grup të mirë ka Laçi, sa vite kanë që luajnë bashkë, duke parë ekipin tonë që çfarë pësoj në verë, ik 10 lojtarë, ai 10, sa ta njihnim njëri tjetrin. Është ti e di mirë si është në sport. Se ju po thoni Zguro se ju jeni i mendimit se grupi që shkoi deri në atë moment final për të kaluar në kategorinë superiore, të sezonin të kaluar, duhet ruajtur në përqindje të madhe. Tani këto janë gjëra që i përkasin stafit. Stafi është mundu për nisëm nga përvoja juaj. Po, stafi është mundu për më mirë, për me sjellë lojtar më cilësor, por duke ditur që s'kan luajtur në Shqipëri, nuk e njohin ligën, nuk është aq e lehtë me u përshtat. Kështu që këto janë pak a shumë pasojat, por prap fatmirësisht jemi aty. Jemi me 3 pikë larg Laçit. Grupi tashmë, sidomos me ardhin e trajnerit Çela, kemi vetëm një humbje në Burrel, që kur ka erdhur trajneri i ri, dhe nuk njohim humbje më përveç se barazime dhe fitore. Mirë po, ka disa ndeshje që mund të kishim dalë dhe më mirë, si ajo me Besën e Kavajës këtu, mendoj që nuk na falet, duhet kishim dhënë më shumë të gjithë. Por çaj iku s'kthehet më mbrapsh, por e ndeshje më ka ngel pak pishman, dushin se s'bën me nxjerrje me 3 pikë. Nuk administruam si duhet apo çfarë? Nuk është se dolëm shumë tek loja jon, por mendoj që na penalizoi dhe arbitri me një penallti të padhën, nuk ndërhyri as vari, mendoj dhe kam parë të gjithë domethënë, po këto janë gjëra që i din arbitrat dihet. Pra gjëra që ka ikur nuk kemi arsye për ta analizuar tani se duhet të shohim para. Mendoj që është në dorën tonë, sepse edhe sikur të ruhet kjo lloj diference, kemi ndeshje direkte edhe me Laçin, edhe me Skënderbeun, por sidomos me Laçin që është rivali jon kryesor. Vazhdimisht me Laçin. Duke parë pikët, sepse pikët janë ato që nga kjo diferenca prej 3 pikësh, shikoni Laçin si më Skënderbeu është pak më i shkëput, por me sa kam eksperiencë sportive mendoj që edhe ata do jenë aty. Domethënë do jemi të treja, për mendimin tim ka për të ndarë me 1-2 pikë deri në fund. Mendimi im. E shoh situatën që ka për të vajtë ashtu. Zguro, e kishe menduar Skënderbeu, domethënë Pogadeci ndryshe nga ky, sinqerisht, nisur edhe nga renditja, pa filluar sezoni. Apo e kishe menduar ndryshe? Apo gjithë ky interes, gjithë ky investim. E thatë shumë mirë i presidentit Lilo dhe i gjithë stafit të tij. E kishe menduar ndryshe Pogadeci? Sinqerisht, duke parë investimet dhe duke parë gjithë ata ardhje lojtarësh, sepse stafi mund të jetë munduar, jo mund të jetë munduar, por është munduar 100 herë
për më mirë, pavarësisht se nuk i doli më mirë, sepse vetë rënditja ku i jemi, ne s'duhet ta diskutonim dyshën e parë, për mendimin tim me gjithë ato investime që është bërë. Mirë po, në sport ka dhe bluff, kur i thon fjalës, si duket lojtarët që kanë erdhë, nga ata nuk është më asnjëri dhe duket që kanë dalë bluff. Kështu që asnjë lojtar nga ata që pra, asnjë lojtarët e Mercatos së verës nuk janë tashmë në dispozicion të trajnerit Çela. Asnjë nuk është pjesë e ekipit. As edhe një lojtar që ka erdhur në Mercaton e verës, momentalisht që flasim nuk është më pjesë. Kështu që vetë fakti tregon që nuk kanë qenë lojtar për atë punë. Pa dash me i ofendu se i kanë pas koleg, por sporti ti e di më së miri, nuk ka miqësi, nuk ka vllata kesh pos bëri për atë punë, miru pafshim, sepse ta tregon fusha. Kështu që shpresoj shumë me grupin që jemi, sepse jemi forcu pa fund dhe me pregatitje fizike që kemi marrë dhe duke parë ndeshjet që bën ekipi jon, mendoj se kemi për ta kap dyshën e parë. Abaza i rikthehet në shtëpi. Më vjen mirë që Marini vjen në shtëpi, është një lojtar që vitet e fundit ka bërë mirë tek ekipi Bylis, gjithashtu ka qenë dhe kapiteni i atij ekipi. Historitë e veta si mund të kenë shku me presidentin, rëndësi ka që është këtu me ne dhe normalisht është vlerë e shtuar për ne, plus është djali i shtëpisë, kështu që mirë se të vi e së bashku inshallah ta ngjisim Pogradecin Super League. Është detyrim 2 herë më shumë se i lojtarëve të tjerë për ju vendasit? Po tani duke parë që ne jemi rrit këtu, kemi luajtur Super League, e dim çdo të thotë Superliga, kemi erdhur me shumë dëshirë për ta ngjitur Pogradecin në Super League dhe nuk diskutohet fare. Krahas Abazait kanë ardhur edhe futbollistë të tjerë në këtë merkaton e dimrit? Kanë erdhur edhe disa lojtarë të tjerë, është Mateo Shana, një qendërmesfushor i ardhur në Uazim nga ekipi Partizanit, është dhe një lojtar nga Nigeria, mos gaboj, ka zëm po nga Partizani Uazim. Ja lojtar lojet apo është shpejt po Shanaj ka luajtur në formacion direkt. Jo, flas kur them a janë lojtar lojet, Çela do t'ju hap derën për të qenë lojtar të formacionit që ka minuta e parë të Pogradeci? Profesori jon ka një gjë të mirë, nuk do t'ja di se kush e meriton bujrum të fusha. Domethënë nuk do t'ja di je filani. Kush është për të luajt bujrum, luaj. Zguro, jemi në një fazë delikate? Shumë delikate. Por sporti brenda është i bukur, unë e kam qef kur ka presionin brenda, jam nga ata lojtarë që du presionin, s'los do të qofse s'ka presion. Kështu që unë mezi e pres fazën e fundit sepse ashtu lloj lojtar jam, e kam qef pjesën e presionit. Pjesën kur i ketë gjithë njerëzit aty te koka, që duhet se s'bën. Unë këtë gjë, prandaj sporti është i bukur. Pa presion mos luaj futboll. Qet lun edhe ti. Jo, unë kam luajtur një sport tjetër, jo futboll, po sport forcë, po mua me ka mbetur në mendja e shpreha jote, po e fute këmbën aty mos e tërhiq. Jo, mos e tërhiq më mbrapa aty. Plus liga e parë ti e di është pak më ashpër se Superliga. Fushat janë pak më të këqija se Superliga. Është futboll burror. Tek këtë sezon më shumë ndofta, por edhe sezonin e kaluar në ato ndeshje të fundit të gjysmë rrugës, janë kthyer edhe tifozëria pogradecare. Më vjen mirë që e shikoj stadiumin e Pogradecit plot me tifoz, më vjen mirë që na mbështesin çdo ndeshje. Deri dikush besoj që ja u kemi shpërbly, por kemi edhe 13 ndeshje për ta shpën tamam si duhet ato gjën dhe tifozëve dhe presidentit dhe gjithë njerëzve që na ndjekin për me i vënë atë qershin mbi tort, inshallah ndash Zoti në fund të sezonit. Skënderbeu si të zhdukur në këtë sezon? Me thënë drejtën, kanë marrë pikët, nuk e çaj thu, por kanë pas shumë fat në shumë ndeshje, sepse mbas minutës 90 kanë marrë mbi 5-6 ndeshje, që do të thotë 15-18 pikë. 5 ndeshje me 3 thon 15, 6 ndeshje. Kështu që skeça i kanë marrë, ishu kapele kur i thonë. Po kështu si skuadër e ndërtuar në interpretim, filozofi? Janë ekipi mirë dhe ata, me thënë drejtën, shumë ekipi mirë janë, por duhet të thënë që kanë pas fatin me vete, ti e vetë koshient që kanë fitu shumë ndeshje mbas minutës të 90 dhe ti e di që mbas minutës 90 hyn dhe fatin në lojë. Laçi? Laçi për mua e kam thënë dhe e them, për mua është ekipi që ka bërë futbollin më cilësor, sipas mendimit tim.
Është Borrelli duke parë renditjen me 29 pikë në vendin e 4. Surprizë kjo skuadër apo? Po duke parë që edhe vjeti ishte aty Borrelli, duket që janë konstant, domethënë dhe vitin e kaluam, edhe këtë vit domethënë duket që nuk ka qenë rastësi vjet domethënë. Kastrioti dhe Fushkruaj nuk janë thjesht skuadra të kësaj kategorie, janë edhe rregullator për sa i përket. Ka surprizu Kastrioti me thënë drejtën, një ekip shumë i fortë. Edhe në ndeshjen me ekipin e Skënderbeut, pavarësisht se ka humbur kampaninë skuadër, që realisht ka interpretuar. Unë mund të them fjalë më të mira edhe për Fushkruajin për sa i përket interpretimit dhe filozofisë së lojës. Edhe ekipi i Liris shumë ekip i fortë. Këto dy ekipe sinqerisht janë nga më të forta, domethënë sidomos fushën e tyre njëri janë të jashtëzakonshme. Zguro, e kishe menduar këtu Besën, Apollonin? Me çka ka bërë Besa e mendoja pak më lart, me çka ka bërë Besa. Kështu që kur mendojmë që pothuajse Besa ka investuar sa ekipi Pogradesit. Kur mendojmë që ku është Besa, themi nuk jemi keq, por normalisht jemi shumë lojtarë që na vjen keq që në këtë lloj kategorie, pa dashur me ofendu si kategori, jemi shumë lojtarë që jemi mësuar me lujt Super League. Nuk jemi ne tani për këtë kategori dhe aq më tepër për ta diskutuar ngjitjen. Kështu që prandaj thashë që investimet që ka bërë presidenti dhe lojtarë shumica nga ne kanë luajtur Super League duhet se s'bën me kapdyshën e parë. Por siç e thash, duke parë dhe Besën, sepse dhe Besa ka lojtar cilësor dhe ka bërë investime të mëdha, është e paparashikueshme kjo lloj kategorie në shumë ndeshje, sepse nuk, siç e thash, ke Ilirin, ke Kastriotin, ke Borrellin, janë fusha tepër të vështira që nuk dihet si të merr ndeshja domethënë. Shkova Kuksi, ekip kampion kategorinë superiore, skuadra që ka luajtur në Kupat e Evropës, e shikon në fundin e renditjes me 12 pikë. Ka shpresë për kuksianët në gjykimin tuaj? Kam nostalgjit pa parë sepse kam luajtur Champions League me ekipin e Kuksit në Shqipëri dhe kam kujtime të jashtëzakonshme me atë lloj ekipi. Kam luajtur kundra Karabakut Ansja Gollin atë kohë, fazën e dytë kualifikuese të Champions League-s. Kështu që në ka ekip që vjen keq në këtë kategori është Kuksi. E shikoni të rrezikuar për të larguar nga kategoria e parë? Shumë të rrezikuar dhe më vjen vërtet keq për ekipin e Kuksit. E shikoni kështu dhe luftetarin me 15 pikë? Gjithashtu dhe me luftetarin kam luajtur Super League, kam zënë Kupat e Evropës dhe me luftetarin gjithashtu ekip që kam. Po ju nuk keni lënë skuadra shqiptare pa luajtur zguro. Kam nga Partizani, Skënderbeu e ekipet tjera, por sepse më pëlqen të ndalem këtu. Edhe një herë tjetër. Skënderbeu 47, Laçi 42, Pogadeci 39. Dy skuadra që kalojnë direkt në kategorinë superiore janë? Tani unë i kam qef pak deklarata ti e di. Po jo nga ato tujet, nga ato që janë pak më të ekuilibruara kështu. Skënderbeu Pogradeci. Skënderbeu Pogradeci. Pogradeci inshallah kampion. Pra ju shikoni Pogadeci në kategorinë superiore me titull kampion dhe Skënderbeun si skuadra e dytë që hyn direkt në kategorinë e më të mirëve? Qofse këto tre ndeshje mbarojnë pothuajse pozicioni kështu, po vetëm ne të reduktojmë pak pikët me Skënderbeun, në ndeshjen e fundit të sezonit presim Skënderbeun në Pogradec. Kështu që imagjinoj vetë, domethënë se çfarë mund të ndodhi ajo ndeshje të ndaj kush ngre kupën kategoritë të parë. A ju e mendoni që kjo ndeshje e fundit mund të jetë ndeshja e emocioneve për titullin kampion? Duke bërë ato llogaritë mia dhe unë, Skënderbeu bën vetat, Laçi bën vetat, ne bëjmë tonat. Kështu që duke bërë llogaritë mendoj që mund të jetë ndeshja kyçe. Zguro vazhdimisht sa herë kam patur në emisionin Konak, edhe kur luajmë me ekipe të tjera, përfshi edhe ekipin e Skënderbeut, një pyetje ta kam bërë vazhdimisht. Kur do të ktheheni në shtëpi? Tani e kthyer. A ndjehesh mirë? A je i plotësuar që je kthyer aty ku e fillove gjithçka? Kam erdhur vjet në janar dhe jemi po tani në janar. Po bëj një vit plot që jam rikthyer në shtëpi. Me thënë drejtën, kam luajtur në nivele të larta në futbollin ton, gjithashtu dhe kampion Maqedoni. Por me këtë lloj gjëje që po bën ekipi jon për tu rikthyer në Super League, kam emocione të jashtëzakonshme, njësoj sikur kam dalë kampion në Maqedoni, këtë ekipin e Strukës, të them shumë sinqerisht. Është kthy Zguro, është kthyja bazaj në kategori. Dhe tani që flas për Zotin, më rënqedhet trupi sepse ne jetojmë me futboll, më kupton, dalim qytet, na flasin shokët tanë, na flasin
baballarët e shokëve tanë. Domethënë ju është bërë qefi që jemi rikthy për ta rikthy ekipin aty ku duhet. Edhe mund vjen mirë shumë. Shpresoj shumë që këtë buzëqeshje që kanë t'ja ushtojmë akoma më tepër në fund sezonit për me i rikthy në Super League, sepse është një ekip, sidomos pjesa e juglindjes duke fut më përpara kur ka qenë dhe Gramozi në Super League, e duan shumë futbollin, e ndjekin jashtëmase shumë, domethënë është e jashtëzakonshme në kategoritë të parë, sa njerëz vinë Korçë dhe në Pogradec nuk shkojnë në ekipet e Super League-s që duhen me dal kampion. Është vërtet. Shef Dinamo në Air Albania ai ka si ka 100 vet, domethënë që është kryeqytet. Kështu që duan këta njerëz futbollin dhe shpresoj shumë që këto dy ekipe të gjenden në Super League, sepse edhe tek ekipi Skënderbeut kam luajtur dhe kam qenë kapiten dhe aty dhe seth poshtë dhe ata du me i panë Super League, me thënë vërtet. Atëherë, pra, jeni kthyer ju, është kthyer baza, ndërkohë që në kategori superiore, kategori të parë luajnë shumë futbollistë talentuar pogradecare. Ka që vështirë është me i fut në vathën e shtëpisë, në atë odën e ngrohtë të këtij qytetit, të kësaj skuadre? E vështirë nuk mund të them që është sepse investimet janë, por duke parë ju jeni kapiten, jeni afër, edhe stafit, edhe presidentit. Duke parë që çunat edhe kanë qenë me ekipe të tjera para se me ardhe dhe presidenti jonë dhe kanë pas edhe kontrata me ekipet e tjera. Por mendoj që do jetë pak më lehtë qofse ekipi ngjitet në Super League për ta afruar edhe ata lojtarë, edhe të bëhemi sa më shumë pogradecar të ndihet akoma më tepër, por edhe disa lojtarë të tjerë më cilësor që besojnë nëse do jetë e shkruar për me u ngjitë Super League, do jemi surprizë shumë e fortë në kategorinë superiore. Nga 1 deri në 10, sa beson që do të rikthehemi? 10. 10. Me titull kampion apo? Tash unë du titull kampion, por rëndësi kam me zënë 2 vendet e para. Unë personalisht du titull kampion, por edhe në dyshën e parë jam okej. Ta mbyllim kështu apo për cilin lojtar pogradecare vjen keq që e mbylli sezonin dhe nuk vazhdoi me skuadrën pogradecare? Shiko, me thënë drejtën, ata çuna vjet kanë dhënë gjak dhe du të përmend, s'ka lidhje vetëm pogradecare apo jo, përmend edhe korçarin tënd për dush Paulo Ivani, që ka bërë sezon të jashtëzakonshëm. Jusen Llari, që është legjendë e këtij ekipi, ka 15 vjet këtu, i cili s'është më. Shkullakun gjithashtu që mund të themi lojtar i jashtëzakonshëm. Mirë po për gjithë çunat që kanë qenë vjet, Ali Dema gjithashtu çun nga Kosova ka qenë jashtëzakonshëm dhe ai. Kemi pas një grup mjaft cilësor. Mirë po futbolli kështu e ka, ti e di mirë, asnjë s'është i përjetshëm në një ekip. Ekipi i ngelet i përjetshëm, lojtarët shkojnë dhe vinë. Për të gjithë këta çuna vjen keq, por e di shumë mirë që këtyre çunave do u bëhet jashtëmase qefi nëse ekipi futet Super League, sidomos çunave vendas, sepse ndjen edhe më shumë. Kështu që unë jam përdit me ata, i takoj Shkullaku, Senllari, na ndjekin pothuajse në çdo ndeshje janë aty. Thonë inshallah po ngjitet ekipi. Kështu që kjo është fryma e mirë edhe brenda grupit edhe jashtë edhe atyre që kanë ikë, domethënë, edhe prandaj ky ekip është një grup jashtëzakonshëm, nuk e di nëse më beson, ne pothuajse 2-3 në javë mblidhemi të gjithë bashkë dhe dalim për kafet e qytetit, duke ardhur edhe trajneri, diku te 35 veta bashkë. Nuk besoj që një ndodh ekipi në Shqipëri me u mbledh me dal kafe 35 veta bashkë. Është një grup jashtëzakonshëm, domethënë. Për ta mbyllur, kur jeni larguar krejt i ri nga Pogradeci, u rikthyet me shumë përvojë në një moshë krejt tjetër. U rikthyet se realisht besonit se ëndra do realizohej për ta parë ekipin e Pogradecit në kategorinë superiore? Shiko Tonin, me thënë drejtën, kam bërë një sakrificë të jashtëzakonshme, do thosh pse. Sepse të vish nga kategoria superiore në kategorinë e parë nuk është e lehtë. Ti e di mirë. Ti nga kjo kategori do me unë gjithë atje. Unë atje isha. Më kupton? Kështu që nuk është e lehtë. Por duke parë investimet dhe duke parë që presidenti pothuajse më ka dhënë pothuajse të njëjtën rrogë që merrja Super League, thash po e sakrifikoj ligën. Gjë që për karrierën e një sportisti nuk është e lehtë. Nga një ligë më lart të vinë në një ligë më poshtë. Por duke parë që rroga më bë pothuajse njësoj, se po flasim shqip fare, thash po e bëj këtë lloj sakrifice. Më kupton? Kështu që mendoj që nuk kam gabuar, sepse fundja për qytetin tim e kam bërë. Shpresoj shumë
këtë gjë që kanë bërë njerëzit që janë atje lart, ma vlerësojnë dhe di që ma kanë vlerësuar sepse më kanë bërë dhe kapiten e ekipi. Duket që është vlerësim për mu. Gjithashtu me çunat e tjerë që kanë erdhur, siç e the dhe vet, është dhe Pere, është dhe Abaza, është dhe Kasmollari. Po flas nga çunat e Pogradecarëve. Pavarësisht dhe çunat e tjerë që kanë erdhur, i falenderoj pa mas për këtë sezon që po bëjnë, sepse po japin maksimumin pa përjashtim. Dhe shpresoj shumë që ekipi jon të ngjitet në Super League dhe do jesh i ftuar aty me ne dhe ti sepse jam shtëpia. Normalisht, sepse duke parë që jeni televizioni vetëm në qytet, është një plus i madh për ne që jepni zë, domethënë edhe ju sadopak futbollin në një qytet të vogël dhe jepni një emision sportiv që gjithë sportdashit kanë mundësi të ndjekin diçka. Kështu që ju falenderoj dhe juve për këtë pjesë. Shpresoj që të gjithë bashk ta shikojmë Pogradecin fund sezonit në Super League. Të falenderoj Pafë. Respekt. Shumë kënaqësi që isha. Këtu kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7, në pjesën e parë të emisionit ishim me avokatin e njohur Korçar, Cristiano Koçebelli. Kemi folur për draftin ligjor, për amnistinë penale, ndërkohë që në pjesën e dytë të këtij emisionit ishim me kapitenin e ekipit të Pogradecit, Vangel Zguro, i cili është i prerë kur tha se ka ardhur ora, ka ardhur momenti që Pogradeci sezonin tjetër të jetë në kategorinë më të mirëve të futbollit shqiptar. Zguro kërkon titullin kampion së bashku me këtë kalim. Edhe për shkak, siç thot Zguro, të gjithë atij investimit të presidentit Lilo e gjithë asaj pune që është bërë në këto 2 vite tek skuadra liçenore. Nga unë Toni Frogu, natën e mirë.